Bashki të forta dhe faktoje kanë organizuar në Vlorë trajnimin për të forcuar kapacitetet e gazetarëve lokal dhe përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile për të monitoruar, analizuar dhe komunikuar në mënyrë të kuptueshme të dhënat e performancës së bashkive. Trajnimi synon të rrisë njohuri mbi kuadrin e performancës së bashkive dhe përdorimin e raporteve të nismës bashki të forta, aftësinë e gazetarëve investigativ për të monitoruar treguesit kyç të performancës, përkthimin e të dhënave teknike në narrativa të thjeshta dhe të kuptueshme për qytetarët dhe nxitjen e bashkëpunimit mes medias dhe shoqërisë civile për të ushtruar presion pozitiv ndaj institucioneve vendore. Ekspertja e faktoje, Ajmona Vogli, për televizionin 6+1 Vlora, foli edhe për rëndësinë e këtij aktiviteti. Arsyeja që jemi sot në Vlorë është sepse faktoje është angazhuar në disa trajnime rajonale me fokus organizate shoqërisë civile dhe median në lidhje me rritjen e kapaciteteve për njohjen, analizimin, monitorimin dhe raportimin dhe komunikimin drejt tek qytetarët të performancës së bashkive. Arsyeja pse ne ngulmojmë që organizatat e shoqërisë civile, por dhe gazetarët të njohin performancën e bashkive bazuar në raportet e performancës të prodhuara prej bashkive të forta është sepse në këtë mënyrë të dhëna dhe informacioni tek qytetari shkojnë nëpërmjet një informacioni faktik, nëpërmjet të dhënave krahasimore, duke e krahasuar performancën e bashkisë në raport me bashkitë të tjera dhe duke e komunikuar qartë dhe duke e raportuar qartë. Kemi një performancë të punës bashkisë Vlorës? Aktualisht, raportet e performancës janë raporte që prodhohen nga bashkitë të forta dhe që publikohen në faqen zyrtare të bashkisë Vlorë. Janë raporte vendore, por edhe raporte në nivel kombëtar që prodhohen më pas një raport për çdo vit dhe që ka informacion të gjithanshëm nëpërmjet 51 indikatorëve, duke përfshirë element si buxhetimi, duke përfshirë element si impakti në mjedis, arsimi parashkollor dhe elemente të tjerë. Për herë të parë, pas reformës së re territoriale, mund të vlerësohet tashmë puna e bashkive, ndërsa shoqëria civile dhe media kanë një rol shumë të rëndësishëm, thot eksperti Erion Tase. Për herë të parë që mbas reformës territoriale, mbas 10 vitesh, të gjitha bashkitë e vendit kanë një sistem mati performance, pra mund të vlerësohet puna e tyre dhe tashmë që kemi mundësinë edhe media, edhe shoqëria civile të ketë mundësinë e një sistemi që mund të vlerësoj se sa mirë ka punuar bashkia, ku janë pikat e dobta, ku janë praktikat e mira që duhen ndarë. Trajnimi i sotëm do të synoj pikërisht të qartësojmë më mirë se si duhet përdorur ky sistem, se si duhet to indikator, to piketa vlerësimit të përdoren për të arritur të qartësojmë qytetarëve si kanë punuar bashkit, ku duhet përmirësohen dhe kjo është më e rëndësishme në prag edhe të zgjedhjeve të vitit 2027, ku të gjithë do na kërkohet të vlerësojmë sa mirë ka punuar bashkia jonë edhe se si duhet pastaj çfarë duhet synuar të kërkojmë nga drejtuesit e bashkisë. Pra, do të ketë një vlerësim të bashkisë gjatë gjithë kësaj periudhe. Për herë të parë është publikuar në vitin 2025 raporti i vlerësimit i sistemit matjes së bashkive të vendit. Në momentin që ky raport është bërë publik, të gjithë qytetarët, aktorët e shoqërisë civile dhe media mund të kenë mundësinë që të njihen me të dhe trajnimi sot do të synoj që t'i prezantojë më mirë, t'i informojë ata për të kryer raporte monitorimi, për të kryer shkrime artikuj dhe për të informuar qytetarët për të krijuar në një farë mënyrë atë opinion publik që do të ndikojë në mënyrën se si bashkia prezantohet përpara qytetarëve, përpara votuesve të vet, për të arritur njëkohësisht edhe për të pasur mundësinë për të kuptuar ato zotime që janë marrë, ajo punë që bëhet, a është në rrugën e dur edhe ku duhet synuar më shumë për të përmirësuar punën. Qëllimi është se si duhet të kuptojmë raportet e performancës së bashkive, elementet që përfshihen dhe metodologjia e monitorimit të tyre, përdorimi të dhënave publike, rëndësia e tyre për raportime në media, pashtu edhe gazetaria hulumtuese, vendore dhe raste studimore
formate të ndryshme për gazetarë dhe aktivistë të shoqërisë civile për të raportuar një raport si dhe për të kërkuar informacion.